Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot fillojmë leximin e librave të Kronikave. Do të lexojmë sot pjesë për librit të parë të Kronikave, kapitujt 1 deri në 21. Leximin e tekstit do ta bëj Valeria Markun nga Ganjolla, famullia Jubanit, kurse katekezen për herë të parë tek Lexo Biblën me ne do ta bëj Marinela Pamukun nga Vukatana, gjithashtu famullia e Jubanit. Para se të lexojmë 3 pjesë prej librit të parë të Kronikave, ta bëjmë si bëjmë zakonisht në fillim të leximit të librit biblik, një hyrje tek këto 2 libra. Libri i Kronikave, sipas shumë studiosëve, sikurse edhe librat e Ezdrës dhe të Nehemis, janë shkruar në periudhën e vonë persiane, diku rreth shekullit të 4 para Krishtit. Sipas disa studiosëve tjerë, këto libra mund të jenë shkruar edhe në fillimet e periudhës helenistike, pra të jenë edhe të mëvonshëm. Duke pasur parasysh se gjenealogjit shkojnë deri në kohën e Zorobabelit, libri i parë i Kronikave, kapitulli 3 rreth 19, mund të mendohet se prej kohës së kthimit nga shpërngulja babilonase kanë kaluar disa breza. Është e rëndësishme të përmendurit të Zorobabelit sepse ky ishte një prej liderëve të hebrejve pas kthimit nga shpërngulja babilonis, ishte personi që organizoi punimet e fillimit të ndërtimit të tempullit të dytë në Jerusalem. Quhet tempulli i dytë sepse nga ana kohore i pari ishte tempulli ndërtuar prej Salomonit. Këtë shkatruan babilonasit në vitin 587-586 para Krishtit. Këtë histori do të tregojmë një herë tjetër, historinë e shkatrimit të tempullit të parë. Fakti se përmendet Zorobabeli tek libri i parë i Kronikave tregon se autori e njihte mirë historinë e tij dhe se teksti është shkruar kohë pas tij. Mirat vesht, ka studios që në batet shkencore e hellin poshtë këtë teori të kompozimit të vonshëm të këtyre librave dhe sugjerojnë datime të hershëm, por nuk ja vlen të hyjmë në detaje më të hollësishme të debateve midis studiosëve. Autori i librave shpesh quhet edhe kronisti dhe ne do ta quajmë kronisti gjatë leximit ton, i përket qarqeve priftrore të Jerusalemit. Kur kemi folur për autorin deuteronomistik, kemi thënë se ai ka në thelb mendimin teologjik sipas cilit shpërblimi i Zotit vjen prej bindjes ndaj tij, konkretisht prej mbajtjes së beslidhjes. Autori i librave të Kronikave ose kronisti shkruan me një mendim tjetër teologjik. Tek ai në qendër është Zoti, është shumë i interesuar për ushtrimin e kultit dhe ka në qendër tempullin nga pikpamja hapësinore. Thuhet zakonisht se nëse autori deuteronomistik përshkruan ngjarje që nollin anekan Izraelit dhe Judes, gjë që bën edhe kronisti, megjithatë për kronistin në Jerusalem ndodhin ngjarjet më të rëndësishme, sepse aty është tempulli, aty ushtrohet kulti, aty shprehet bindja ndaj Zotit, aty Zoti takohet, aty shërbehet atij. Ky mendim është shumë i rëndësishëm, është thelbësor për autorin e librit të Kronikave. Vendi i kompozimit të tekstit është i pasigurt. Zakonisht konsiderohet Jerusalemi si vendi ku ka shumë gjasa të jetë shkruar ose diku në rrethinat e tija. Autori ka qenë sigurisht dikush që i ka njohur mirë traditat e hebrejve, historinë, mentalitetin, sidomos rregulloret e kultit dhe liturgjitë e tempullit. Sipas të gjitha gjasave ka qenë ose ndonjë levit i tempullit ose dikush që shërbente aty në forma të ndryshme. Janë dhënë hipoteza se mund të ketë qenë dokush që këndonte psalmet ose dokush që orientonte pelegrint te porta e tempullit. Edhe këtu kur flasim për autorin, nuk mendojmë detyrimisht për një person të vetëm, por ndoshta për një grup personash ose ndoshta më mirë për një shkollë teologjike të caktuar. Tema teologjike kryesore të librit Kronikave po i numrojmë disa nga më kryesoret, nuk mund t'i themi të gjitha. Kronisti flet shpesh për gjithë Izraelin, ai refuzon me forcë ndarjen e hebrejve në 2 mbretëri ose ndarjen e hebrejve midis atyre që jetojnë veri ose atyre që jetojnë në jug ose Galileas e Judej e kështu me radhë. E dyta, beslidhja e Davidit është për të thelbësore. Ta themi me një herë, mbreti David është figura kryesore e tregimit të kronistit dhe idealizohet ky mbret si person. Nuk theksohen shumë mëkatet e tija, për shembull mëkati i tij me vrasjen e Uris nuk paraqitet as pak te libri i parë ose i dytë i Kronikave.
Tempulli dhe kulti janë qendra e gjithë veprës. Davidi paraqitet si organizatori i kultit, jo Salomoni. Kështu me rëndësi tempulli i dytë, sepse i pari ishte lidhur me Salomonin, edhe sepse i pari ishte i shkatruar. Edhe tek libri i parë e i dytë i kronikave gjejmë temën e retribucionit, pra i të Zotit që bekon me të mira atë që rri besnik dhe ruan beslidhjen, por në krahasim me autorin deuteronomistik, te kronisti ky retribucion null me njëherë. Zoti shpërblen tani, del sikur besnikëria është në vetvete shpërblimi i Zotit. Një e veçantë e librat e parë dy të kronikave është se theksohet shumë roli i levitëve dhe i muzikës liturgjike. Ishte kjo një mënyrë të theksohet rëndësia e liturgjisë dhe këngëtarëve që me muzikë e përcjellin fjalën e Zotit. Tek libri i parë dhe i dytë i kronikave gjejmë një fije të reduktuar rolin e profetëve. Gati se profet nuk ka as pak, edhe kur ka roli tyne nuk është aq i rëndësishëm. Të kthejmë tani tek libri i parë i kronikave dhe ta paraqesim një strukturë letrare të këtij libri, do ta paraqesim në mënyrë të rrjedhshme, pa u ndalë shumë në detaje. Kapitulli i parë deri te kapitulli i dytë sjell gjenealogjin prej Adamit e deri te gjithë bijtë e Izraelit, pastaj kapitulli i 2 deri në kapitullin 4 gjenealogjin e Judes, gjë që thekson në mënyrë të veçantë përgatitjen për lindjen e prejardhjen e Davidit. Kapitullit 4 deri në 5 flet për fiset lindore të Jordanit, për Simeonin, Rubenin, Gadin, Manaseun. Kapitulli 6 për Levin dhe për klerikët, ku vend qendror në këtë kapitull ka roli i tempullit në të cilin levitët do të shërbejnë. Kapitulli 7 fiset veriore, kapitulli 8 Benjamini, kapitulli 9 banor të Jerusalemit, kurse pjesa 2 të kapitullit 9, një pjesë e vogël e kapitullit 9 rreth 35 deri në 44, flasin për Saulin. Pjesa 2 e librit të parë të kronikave fillon te kapitulli 10 deri në 29 dhe përshkruan mbretërimin e Davidit. Kapitulli 10 tregon për vdekjen e Saulit, 11-12 ku Davidi bëhet mbret, 13 deri në 16 disa ngjarje lidhur me arkën dhe sjelljen e arkës në Jerusalem. Atëherë kapitulli 17 flet për beslidhjen dhe për premtimet e Davidit, 18 deri në 20 fitoret ushtarake të tija, kapitulli 21 regjistrimi i popullsisë, do të flasim sot për të, kapitulli 22 përgatitjet e Davidit për ndërtimin e tempullit, si dhe kapitulli 23-27 për organizimin e levitëve edhe të personave tjerë që do të shërbejnë në tempull. Kështu përfundon libri i parë i kronikave me fjalimin e fundit të Davidit dhe zgjedhjen e Salomonit për mbretësi dhe për vdekjen e Davidit në kapitulli 28 deri në 29. Nga ana strukturore, studiusit kanë vrejt një asimetri dhe mendojnë se kjo asimetri është e qëllimshme. Për kohën e Saulit gjejmë vetëm një kapitull, kapitullin 10, kurse për Davidin gjejmë 19 kapituj. Edhe prej kësaj mund të themi se Davidi është personazhi i preferuar i kronistit. Në këtë kontekst të trajtimit të Davidit, 8 kapituj, 22-29, trajtojnë për organizimin e kultit. Kjo tregon se Davidi si person dhe tempulli dhe kulti që organizohet atje janë në mendje dhe për këto gjëra, autori i librit të kronikave ka një interes shumë të veçantë. Është evidente se në mendjen e tij, Davidi është themeluesi i vërtet i kultit të tempullit dhe jo vetëm sundues politik. Në këtë kuptim, Davidi merr rol edhe fetar dhe jo vetëm administrativ e politik. Prej librit të parë të kronikave, kapitulli 14, rreth 8 deri në 17. Kur filistejtë morën vesh se Davidi kishte qenë shuguruar mbret mbi mbar Izraelin, u quan të gjithë kundër tij për ta zënë. Po edhe Davidi, kur e mori vesh, u doli përpara. Filistejtë, kur erdhën, u shpërndan në luginën Rafaim. Atëherë, Davidi kërkoi këshill prej hyrit. Pyeti: a të dalë në luftë kundër filistejnëve dhe a do t'i më lëshosh në dorë? Zoti i u përgjigj: bjero e unë do t'i lëshoj në dorë. Ata dolën në Baal Farasim. Aty Davidi i mundi dhe tha: hyi i përshkoj me dorën time armiqtë e mi, siç përshkohen ujërat. Prandaj ai vend u quajt Baal Farasim, do më thënë Zoti i përshkimeve. Filistejt i lanë aty zotat e tyre, të cilët Davidi dha urdhër të digjen. Edhe një herë tjetër, filistejt u sulën dhe u shpërndan në luginë. Davidi përsëri e pyeti për këshill hyjin, dhe hyi i tha: mos i ndiq pas. Rrethoi e sulu kundër tyre ball për ball,
prej pas villave. Kur të dëgjosh shushuritjen e atij që ecën majave të lëndëve të villave, atëherë sulu në luftë, sepse hyi ka dalë para teje që t'i shpartallosh taborët e filistenjve. Davidi bëri siç i kishte urdhëruar hyi dhe i shpartalloi taborët e filistenjve prej Gabaonit deri në Gazer. Dhe u përhap emri i Davidit në të gjitha krahinat e Zoti u afuti frikën e tij mbar popujve. Pjesa që lexuam paraqet dy betejat e Davidit kundër filistejve, betejën e Baal Peratsim dhe betejën e luginës së Refaimve. Nëse doni t'i krahasoni këto beteja, përshkruhen edhe tek libri 2 i Samuelit kapitulli 5, rreshtat 17 deri në 25. Konteksti letrar ku gjendet ky tregim ndihmon të interpretohet me qartë vetë tregimi. Në krahasim me librin e 2 të Samuelit, që sapo cituam, kronisti ka shtuar disa elemente specifike, sidomos tek rreshtat 10b deri 11. Thot kështu, atëherë Davidi kërkoi këshill prej hyjit, pyeti a të dalë në luftë kundër filistejve dhe a do të më lëshosh në dorë? Zoti u përgjigj, bjeru e unë do t'i lëshoj në dorë. Ata dolën në Baal Peratsim, aty Davidi i mundi dhe tha, hyj përshkoj me dorën time armiqtë e mi siç përshkohen ujrat. Dhe thot rreshti 16, Davidi bëri si i kishte urdhëruar hyj dhe i shpartalloi taborët e filistejve prej Gabaonit e deri në Gezer. Rreshti 8 kujton lyerjen e Davidit si mbret mbi Izraelin. Autori thot se ai u lye mbret mbi kol Izrael, mbi mbar Izraelin. E kemi thënë për këtë autor është i rëndësishëm se Izraeli është një kombi vetëm, Izraeli është krejt Izraeli. Kronisti e ka këtë ideologji në mendje, Izraelin e bashkuar. Bashkimi i kombit alarmon filistejt. Thot teksti në mënyrë një thje dramatike, vaja alu hol pëlishtim lëvakesh e David. Krejt filistejt u çun kam për të kërkuar Davidin, për ta sulmuar ose për ta vrarë. Davidi ndodhet në rrezik të vdekjes sipas librit të parë të kronikave menjëherë pas shugurimit të tij. Ky rrezik theksohet edhe prej shënimit se kundër tij u sulen kol filishtim, të gjithë filistejt e bashkuar në këtë qëllim. Ideologjia pro-davidike e autorit të librit të parë të kronikave, pra ideologjia sipas të cilit Davidi është në qendër të vëmendjes absolute të këtij tekstit, gjendet të ky rresht që po lexojmë. Vajishma David vajetse lifnehem. Davidi dëgjoi për këtë gjë dhe u doli përpara. Davidi i përballoi këta armiq që i dolën për ta vrarë. Ai nuk pret që filistejt ta sulmojnë, del dhe i sulmon ata. Tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 5, rreshti 17, thuhet se kur morën vesh filistejt se Davidin e kishin shuguruar mbret me Izraelin, dolen të gjithë për ta kapur Davidin. Kur dëgjoi Davidi për këtë gjë, zbriti në kështjell, pra u fsheh, struket prej armikut. Tek libri 2 i Samuelit, kurse tek libri i parë i kronikave nuk struket as pak, nuk u ka frikën asnjë fije, përballet me ta. Rreshti 9 përshkruan betejën, u shpërndan ushtarët e filistejve në për Emek Refaim, thuhet në hebraisht, në luginën Rafaim, është afër Jerusalemit ky vend, e aty përmenden gjiganta sipas Zanafils 15:20 ose sipas ligjit për trim kapitulli 3 rreshti 11, po lexojmë prej Refaitëve kishte mbetur vetëm Ogu, mbreti i Basanit, mund të shihet shtrati i tij, shtrat hekurit. A nuk është në Rab të Amonve, është i gjatë 9 kut e i gjerë 4 kut, me kut të rëndomt burri. Pra ky Og, mbreti i Basanit, ishte një gjigant, ishte shumë i madh. Kjo tregon se Refaimi, pra atje ku ndodh kjo betejë, ishte një luginë rrezikshme, betejë këtë të tjetë e pa parashikueshme. Rreshti 10 na paraqet një dialog midis Davidit dhe Zotit. Thot kështu: Davidi kërkoi këshill prej hyjit e pyeti a të dalë në luftë kundër filistejve dhe a do të më lëshosh në dorë. Zoti u përgjigj: bjeru e unë do t'i lëshoj në dorë. Davidi pra konsulton Zotin para veprimeve ushtarake, e konsulton sepse ka rol fetar. Davidi përfaqëson Zotin. Ky model i konsultimit të Zotit përsëritet shpesh te libri i parë i kronikave. E gjejmë te kapitulli 13 1 deri në 2, 14 rreshti 10, rreshti 14, edhe tek kapitulli 21 rreshtat 9 deri në 13, edhe në raste tjera. Kjo tregon se i shembull i udhëheqësit që beson në Zotin. Kështu si Davidi do të veprojë, gjithkush kush udhëheq popullin, do të konsultohet me Zotin. A të dalë në luftë, a do të më lëshosh në dorë? Është një dobjo pyetje që kërkon konfirmim të qartë prej Zotit.
Ai nuk dëshiron të niset në këtë betejë nëse nuk e ka mbështetjen e Zotit. Edhe sepse e di në mendimin e kronistit se vetëm me Zotin arriten fitore. Fitoria e mundur këtu nuk do të jetë e Davidit, por e Zotit. Pa Zotin Davidi nuk do të korr fitore kurr. Zoti kështu e konfirmon qëllimin e tij të azgjësoj filistejt. Ale vë natatim bë jadeha. Ti ngritu, ti shko, çon kom dhe unë do të jap në duart tuaja. Sa do shëmbullor qoftë Davidi, ai varet krejtësisht prej Zotit. Kjo e bën atë veçanërisht shëmbullor sepse vetë vendos veten në udhëheqësinë e Zotit. Lexuesi kujdesshëm i Biblës e kupton se vetëm fitore do të korrë Davidi, prandaj nuk është surprizë lajmi që jep rreshtit 11 se Davidi korri fitore. Mend përshtypje si e përshkruan ai këtë fitore. Zoti thot, ai e ka çar armikun tim nëpërmjet duarve të mia. Kë ferrec majim, kështu përshkruhet në hebraisht me një metafor, sikurse uji që çan kur kalon. Pra, ashtu si çan uji kur del në burim ose diku tjetër kur del me vrull të madh, ashtu Davidi i ka ça anë miqtë e vet. Krahasimi tregon se fitoria e Davidit ishte e plotë, e vrullshme si ujë e papërmbajtshme, por edhe krejt e thjesht sepse ishte fitore e Zotit, jo e tija. Ka shumë u turbulluan filistejt sa që i harruan edhe zotat e tyre. Thot rreshti 12 filistejt i lanë aty zotat e tyre, të cilë Davidi dha urdhër të digjen. Tek libri 2 i Samuelit 5:21 thuhet, i lanë aty idhujt e vet e Davidi dhe njerëzit i tij i morën, kurse tek libri 2 i Samuelit ushtria e Izraelit me nënkrye mbretin i morën me vete pra idhujt pagan, e këtu i djegin këto idhuj sipas librit parë të kronikave. Davidi këtu aplikon ligjin e përtrir kapitulli 7, rreshtin 5, por edhe rreshtin 25 ku parashihet që idhujt e armiqve të digjen me zjarr, jo të merren me vete të shtëpia. Kjo pra korrigjon qartësisht tekstin e librit të 2 të Samuelit. Autori i kronikave nuk dëshiron të japë përshtypjen se Davidi mund të ishte idhujtar. Në rastet e caktuara kemi parë, libri i parë e 2 i Samuelit e kritikojnë Davidin, nuk i fshehin as dobësitë e tij as mëkatet, kurse libri i parë e 2 i kronikave mundohen ta idealizojnë këtë mret aq sa munden. Kur filistejt sulmuan për së dyti, siç tregon rreshti 13 dhe si zakonisht Davidi u këshillua me Zotin, rreshti 14, kësaj herë Zoti i tha: "Mos i ndiq pas, rrethoje e ulu kundër tyne ballë për ballë, prej pas vidhave. Kur të dëgjosh shushuritjen e atij që ecën majeve të lëndëve të vidhave, atëherë sulu në luftë, sepse hyi ka dalë prej teje që ti shpartallosh taborët e filistejve." Nga njëra anë Davidi përsëri konsultohet me Zotin, nuk kënaqet me udhëzimet e herës së parë. Kjo tregon se qëllimi i tij është rri besnik Zotit gjithmonë, se pa Zotin nuk ka në plan të bëj asnjë hap, jo vetëm sepse ka qëllim të rri besnik, por sepse e di se vetëm në Zotin do të arrijë fitore, ndryshe jo. Ky është mesazhi i qartë, pa Zotin nuk arrihet asnjë fitore. Njeriu duhet të qëndrojë vazhdimisht në raport me të. Nuk mjafton që të konsultohet një herë me Zotin, ta pyes një herë, të marrë përgjigje një herë dhe kjo përgjigje të vlej për gjithmonë. Zotin do ta pyes përsëri e përsëri e përsëri dhe gjithmonë do t'i bëj pyetje, gjithmonë do të pres përgjigje prej tij. Përgjigja e Zotit është pak e çuditshme. Ai i thot Davidit të mos shkoj pas tyre. Lo ta ale aharehem, mos vrapo pas tyre. Zoti ndryshon taktik lufte, shndrohet në strateg ushtarak. I thot rrethoji e sulu kundër tyre ballë për ballë prej mas vidhave. Vidhat janë një lloj pemë të gjata. Është pamundur ta kuptojmë kontekstin konkret të luftës sepse nuk e njohim terrenin asaj kohe, por kuptohet çka i thot Zoti. Në rastin e parë do ta sulmoj frontalisht, tani do t'i dalin armikut sipas shpine ose nga ana. Dhe sikur e pritnim, Davidi bëri si kishte urdhëruar, hyi dhe i shpartalloi taborët e filistejve prej Gabaoni deri në Gezer, thot rreshti 16. Davidi veproi ka Asher Civahu ha Elohim, si i kishte pas urdhëruar Zoti. Është pikrisht ajo që autori i kronikës dëshiron. Këtu qartësisht përkon me formulimet e librit të parë të 2 të Samuelit ku Davidi zbaton saktësisht udhëzimin hynor. Edhe rreshti 17 është rëndësishëm për autorin e librit të parë të 2 të kronikave. U përhap emri Davidit në të gjitha krahinat e Zoti, u afuti frikën e tij mbar popujve. Në të gjitha vendet në marboten Davidi u bë njohur. Ky rresht nuk ka paralele te libri i 2 i Samuelit. Fama e Davidit merr dhën dhe kjo përhapje famës së tij ka një qëllim.
Zoti u futi frikën bar popujve. Davidi bëhet garancie sigurisë e Izraelit para të gjitha kombeve, sepse gjithkush do ta ketë frikën e Davidit, por në të vërtetë jo në Davidin, në Zotin, në të cilin mbështetet mbreti. Kështu fillon të shtrihet tek libri i parë i dytë i kronikave koncepti mesianik i lidhur me Davidin. Në të gjitha kombet do ta kenë frikën e Zotit. Në mënyrë sintetike ta themi një fjalë, libri i parë i dytë i kronikave rishikuan historinë e Izraelit me një teologji dhe me një mësim të veçantë, duke përzgjedhur Davidin si model të mbretit që konsulton Zotin, që zbaton urdhrin hyjnor dhe kështu korr fitore. Nuk ka mënyrë tjetër si të korrën fitore, posa me Zotin dhe duke ndjekur me përpikmëri udhëzimet e tija. Prej librit të parë të kronikave, kapitulli 17, rreshtat 16 deri në 21. Atëherë Davidi shkoi, ul në praninë e Zotit dhe tha: Po kush jam unë, o Zot hyj, e ç'vlerë ka shtëpia ime që më solle deri këtu? Madje edhe kaq u duk pak syve të tu o hyj, por ti po i shtrin premtimet e tua edhe mbi familjen e shërbëtorit tënd, edhe në një të ardhme të largët. Ti po më shikon mua si një varg njerëzish të lartësuar, o Zot hyj. E çfarë mund të shtoj më tepër Davidi, kur ti kaq fort e lartësove shërbëtorin tënd? Ti e njeh mirë atë, o Zot, për dashurinë ndaj shërbëtorit tënd, dhe sipas dëshirës së zemrës sate, e ke kryer këtë vepër të madhërishme për të zbuluar gjithë këto vepra të mëdha. O Zot, nuk ka një tjetër të ngjashëm me ty dhe një Zot tjetër përveç teje, nuk kanë dëgjuar veshët tanë. A ka ndukund mbi tokë një popull tjetër si populli yt Izraeli, tek i cili të ketë shkuar hyj për ta shpaguar e bërë popull të vetin, për ta bërë emrin tënd të madh e të tmerrshëm, duke i dëbuar kombet para popullit tënd që e çlirove prej Egjiptit. Lexuam këtë pjesë prej lutjes së Davidit që e gjejmë edhe tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 7, rreshtat 1 deri në 17. Profeti Natan sapo i ka shpallur beslidhjen Davidit, premtimin se Zoti do të ndërtonte shtëpi për Davidin, shtëpi në kuptimin e trashëgimisë, shtëpi në kuptimin e familjes. Lutja e Davidit është shumë e gjatë, tek libri i parë i kronikave kapitulli 17 është prej rreshtit 16 deri në 27, ne po lexojmë dhe po komentojmë vetëm një pjesë prej kësaj. Ajo fillon me uljen ndenjur të Davidit para Zotit. Kjo tregon sipas studiusëve një familiaritet të Davidit me Zotin, sepse nuk rri në këmbë si zakonisht rrihet kur lutet. Ai me Zotin ka marrëdhënie të privilegjuar prej tjerëve. Studiues tjerë kanë theksuar se të ndenjurit ndenjur tregon edhe qëndrim të dikujt që po mendon, që po mediton, ose edhe ndoshta po shijon këtë moment të bashkimit me hyjin, që i premton trashëgimi të amshuar në shtëpinë e tij. Është pra një moment meditimi të thellë i ndjenjes së kënaqësisë së madhe për këtë dhuratë kaq të madhe që Zoti i ka bërë. Atëherë Davidi në lutje thot: Po kush jam unë o Zot? Mi ani Adonai Elohim. Është pyetje që shpreh përvojtëri, ndjesi të papërshtatshmërisë së tij për një dhuratë kaq të madhe. Është shprehje edhe adhurimi edhe vetdije se është krejtësisht i papërshtatshëm. Davidi vazhdon: U mi veti, po shtëpia ime kush është? Ose ndoshta më mirë, çfarë është shtëpia ime? Çfarë peshë ka? Është pyetje retorike. Këtu Davidi i tregohet kështu si duhet të tregohet dikush që lutet, në përvojtëri absolute. Ai pranon se asesi se ka merituar që Zoti ta nderonte kaq shumë, si atë personalisht, si familjen e tij, si pasardhësit e tij. Tek rreshti 17 thekson se kjo dhuratë kaq e madhe për të dhe për familjen e tij, për Zotin në fakt nuk është asgjë. Është pak në sytë e Zotit. Është gjë e vogël për Zotin, sepse Zoti ka pasuri shumë të mëdha. Zoti ka pasuri të pafund. Midis Zotit dhe njeriut ka një distancë shumë të madhe në këtë aspekt. Dhurata më e madhe e mundur që Zoti bën njeriut, për njeriun më të madhe nuk ka kurse për Zotin është asgjë. Në këtë formë Davidi e tregon veten njëkohësisht edhe i vogël edhe i përvujt, por edhe mirënjohës për bekimin e Zotit, të pamerituar e të paçmueshëm. Sepse Zoti shikon larg, ai përgatit bekime edhe për pasardhës. Kështu shprehet Davidi: Va të daber albet avdëha lë merahok. Zoti flet për shtëpinë e shërptorit të vet prej larg, merahok. Zoti pra mendon të ardhmen, për gjërat që kanë me noll
në kohrat e ardhshme, larg. Tek rreshti 18 gjem një element tjetër të lutjes së Davidit. Ai bën pyetjen: "Ma Josif od David eleha." Çfarë ka tjetër Davidi për të dhënë? Davidi ka mbetur pa fjalë sepse Zoti i ka dhënë derë lavdi, i ka dhuruar atij dhurata që nuk do të arrijë asnjëherë t'ia shpërblej, dhe e gjitha e ka bazën tek shprehja ve ata at avdha yadata. Përkthehet sepse ti e njeh mirë shërbëtorin tënd. Folja yada me njoft nuk do të thënë thjesht me njoft si person ose me adit emrin, por do të thënë me e dasht. Shpesh herë në shkrimin shejt e ka domethënien e një bashkimi të plot të personit me Zotin. E kemi thënë për shembull tek fillimi i librit të Zanafils, kjo folje tregon intimitet, afërsi të madhe midis personave. Fakti se Zoti e njeh Davidin tregon se Zoti e do afër atë. Zoti do që Davidi të mos largohet prej tij asnjëherë. Zoti pra mendon larg, nuk duhet menduar shkurt, dhe Zoti do që personi të rri afër. Njeriu nuk duhet të rri larg. Davidi e di, siç thotë tek rreshti 19, se Zoti mendon ba'avur avdha, për të mirën e shërbëtorit tënd, për të mirën e Davidit e ka bërë këtë gjë. Studiosët e kanë interpretuar këtë rresht si prej momenteve të kësaj lutje ku Davidi thekson mëshirën e Zotit për shërbëtorin e vet. Thot rreshti 20 se Davidi e lëvdon Zotin. Ai thot se en kamoha, nuk ka Zot si ti. Zoti është i pakrahasueshëm me asnjë tjetër në botë, është mirësi absolute. Dhe përveç këtij aspekti të mirësisë, Davidi thekson edhe elementin e ekskluzivitetit. Zoti është i vetmi, en kamoha, nuk ka asnjë tjetër sikurse je ti. Vetëm ai është ide për adhurim. Lutja që lexuam pra është shumë e thjeshtë, shumë e bukur, mund të lexohet edhe si një psalm ose mund të përdoret për lutje personale, për meditim. Kjo shpreh nga njëra anë ideologjinë e kronistit, sipas cilit Davidi është i vetmi person mbi tokë që meriton para Zotit këtë intimitet në afërsi e në bisedë. Askush si Davidi nuk mund t'i qaset Zotit në atë formë, por Davidi siguron që edhe pasardhësia e tij e pastaj të gjitha fiset e botës të mund të hyjnë në marrëdhënie me këtë hyj të vetëm e pafundësisht të mirë. Por kjo sepse Davidi ka disa tipare që duhet t'i ketë kush i afrohet Zotit. E para, Davidi është i përvujt, ai e kupton veten të vogël, askush nuk është i përshtatshëm për t'ju lutur Zotit, por pikërisht ashtu i vogël dhe mëkatar njeriu i lutet dhe Zoti e pranon. Së dyti, në krejt Biblën e gjejmë këtë element teologjik, por këtë te libri i Kronikave theksohet posaçërisht: universaliteti i madhështisë së Zotit. Veprat e Zotit shpallen gjithkund në marrëbotën, jo vetëm në një vend ose në një familje. Davidi pra fal personalitetit të tij të veçantë u bën derë të gjitha kombeve. Kudo mund të hyjë në këtë marrëdhënie me Zotin, nëse e bën me përvojtëri e me ndjenja falënderimi. Gjitha kombet e për të gjitha fiset e botës. Për libri të parë të Kronikave, kapitulli 21, rreshtat 1 deri në 6. Satani u ngrit kundër Izraelit dhe nxiti Davidin ta numërojë Izraelin. Dhe Davidi i tha Joabit e prijësve të Izraelit: "Dilni e regjistrojeni Izraelit prej Bersabes e deri në Dan dhe ma sillni numrin që ta di." Joabi ju përgjigj: "Zoti e shtoft popullin e vet, edhe 100 fish më shumë se ç'është. Vallë, o im Zot mbret, a nuk janë të gjithë shërbëtorët e tu? Pse po e kërkon këtë gjë zotëria im që ti numërohet si mëkati Izraelit?" Por fjala e mbretit ishte më e fortë se e Joabit. Doli pra Joabi dhe e qarkulloi mbar Izraelin dhe u kthye në Jeruzalem. Joabi i alla Davidit numrin e regjistrimit dhe doli numri i gjithëmbarshëm i Izraelit, 1.100.000 burra të aftë për shpatë, kurse për Judës dolën 470.000 vetë të aftë për shpatë. Joabit nuk i pëlqeu urdhri i mbretit, këndej edhe nuk e regjistroi fisin e Levit as të Benjaminit. Tek pjesa që lexuam, Davidi regjistron popullatën e Izraelit. E gjejmë këtë pjesë edhe tek tregimi paralel të librit 2 i Samuelit, kapitulli 24, rreshtat 1 deri në 9. Por tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 24, rreshti i parë, Zoti hidhrohet kundër Izraelit. Këtu te libri i Kronikave, hidhrimin e nxit jo Zoti, por Satani.
Thot reshti i parë se Satan u ngrit kundër Izraelit dhe nxiti Davidin të numroj Izraelin. Si folje, Satan do më thënë kundërshtoj, akuzoj, përpasoj edhe emri Satan do më thënë kundërshtues ose akuzues. Në Bibel, Satan paraqitet tek libri Jobit, kapitullit 1 dhe 2, si dhe tek libri Zakaris, kapitullit 3, rreshtat 1 deri në 2, në këtë rast e luajnë rolin e akuzuesit në borrin ndërtor. Si një farë prokurori kishim thënë. Tek libri Numrave, kapitulli 22, rreshti 22 edhe 32, folja Satan përdoret për të përshkruar veprën e engjëllit të Zotit që kundërshton Balaamin. Vetëm këtu në librin e parë të Kronikave, kapitulli 21, rreshti i parë, ky personazh nuk ka rol kundërshtuesi të ngjashëm me prokurorin në gjykat. Këtu Satan nuk simbolizon djallin, sipas shumicës së autorëve, por një kundërshtues që shtjen në sherr. Arsyeja është se kronisti nuk dëshiron të jetë Zoti iniciuesi i mosmarrveshjes ose i gabimit të Davidit, por dikush tjetër që ja shtjen në mend. Në traditën tonë të krishterë, Satan është djalli, por kjo është traditë shumë më e vonshme që nuk ka të bëjë me figurën që kjo fjalë përshkruan. Në beslidhen e vjetër do të flasim për figurën e Satanas kur t'i vije koha. Ky kundërshtar ngritet kundër Izraelit sepse nxiti Davidin të përcaktoj numrin e izraelitëve. Përdoret folja sut në hebraisht, që do të thonë me josh, e joshi u mundu me amush menen si me lajka. Por regjistrimi i popullsisë ishte mkat, ti themi arsyet kryesore pse Zoti nuk e aprovon faktin e numrimit të njerëzve në Izrael. Disa autor kanë thënë se numri i madh i njerëzve mund të sugjerojë një numër të madh të ushtarëve dhe se Davidi nuk duhet ta numroj popullin si ushtri e mundur sepse forca e Izraelit qëndron te Zoti, jo te përdorimi që izraelitët u bajnë armëve. Autorë tjerë kanë theksuar se Izraeli i takon Zotit jo mbretit, që po regjistron popullin. Zoti e di numrin e izraelitëve, Davidi nuk ka nevojë me ditë as pak. Pra, në këtë aspekt, regjistrimi i popullsisë nga ana Davidit dukej si një punë e panevojshme. Te kreshti 2 Davidi dërgon Joabin, i cili nuk pranon të shkojë. I thot kështu mbretit: "Dajës së vet, Zoti e shtoft popullin e vet, edhe 100 fish më shumë se ç'është. Vallë, o im Zot mbret, a nuk janë të gjithë shërptorët e tu? Pse po kërkon këtë gjë zotria im që ti numrohet si mkat Izraelit?" Joabi uron që populli të shtohet 100 fish se Zoti e shton popullin sa do t'jenë mjaft janë, nuk ka nevojë t'jenë më shumë, nuk ka nevojë të numrohen. Numri i izraelitëve sipas nipit të Davidit është gjithmonë i mjaftueshëm, sepse Zoti kujdeset me provaninë e vet për trashëgimin e vet. Joabi thekson gjithashtu se ata të gjithë janë la Adoni la Avadim, shërbëtor të zotërisim, pra shërbëtor të Davidit. Joabi fton dajën të kujtohet se gjithë izraelitët po i shërbejnë dhe se ka rrezik që sikur të bëhej ky mkat, numrimi i popullsisë, fajtor të bëhet Izraeli. Regjistrimi përpasoj do të sjellë gjykim mbi Izraelin. Mirë po mbreti insistoi dhe Joabi nuk pati rrugë tjetër, e bëri regjistrimin dhe u kthye në Jerusalem. Qenë sipas rreshtit 5, 1.100.000 burra që nxirrin shpaten dhe Juda ishte 470.000 burra që nxirrin shpaten. Nuk numrohet Levi sepse ata ishin prifta dhe nuk dilin në luftë, kurse Benjamini nuk dihet mirë pse nuk numrohet. Ndoshta sepse ata ndodheshin në territoret e Benjaminit dhe nuk kishte nevojë as të numrohet. Sidoqoftë, mkati i Davidit për numrimin e popullsisë tek libri i parë i Kronikave kapitulli 21 sjell pasojat e menjëhershme. Zoti dërgon profetin Gad t'i ofrojë Davidit 3 mundësi të shkimi: 3 vite uri, 3 muaj humbje nga armiqt apo 3 ditë murtaj. Davidi zgjell murtajën duke thënë se preferon të bjerë në duart e Zotit sepse mëshira e tij është e madhe. Më mirë ta dënoj Zoti se ta dënojnë armiqt. Murtaja shkakton vdekjen e 70.000 burrave në Izrael, por kur engjëlli i Zotit shtriu dorën për ta shkatruar Jerusalemin, Zoti ndalon dëshkimin. Davidi sheh engjëllin midis qiellit e tokës me shpatë të zhveshur mbi qytet dhe lutet duke kërkuar që ndëshkimi të bjerë mbi të dhe shtëpinë e tij, jo mbi popullin. Davidit i vjen keq që po vuan populli për gabimin e tij. Me siguri keni vrejtur edhe këtu ideologjinë e autorit të kronistit, fakti se kur engjëlli i Zotit e shtriu dorën për të shkatruar Jerusalemin, Zoti e ndaloi shkatrimin, sikurse kemi thënë, Jerusalemi për këtë autor është qendra e krejt botës. Zoti nuk mundet asesi të shkatrojë Jerusalemin, por as familjen e Davidit, sepse atë e kishte bekuar sikurse dëgjuam më parë. Me urdhër të engjëllit përmes Gadit, Davidi shkonte Ornan te një person dhe aty blend një tokë, një lam.
Pasi që e pagoi, ndërtoi aty një lter. Sipas traditës, pikrisht ky ishte vendi ku pastaj Salomoni ndërtoi tempullin e Jerusalemit. Të ofrojmë tani 2-3 konkluzione teologjike edhe pse mund të mbrohen shumë tjerë. Vendimet e udhëheqësit bien gjithmonë mbi bashkësinë. Ky është një konkluzion i parë. Mbreti përfaqëson bashkësinë sipas këtij koncepti të beslidhjes. Veprimet e tija nuk mund të jenë asnjëherë veprime personale të tija, por ato kanë një ndikim të gjithë. E dyta, Davidi i besohet mëshirës së Zotit, sado që Zoti ndëshkon sipas mendimit të kronistit, Zoti ndëshkon me mëshirë. Së treti, ky ndëshkim nuk është as ndëshkim i mirëfillt, sepse ndëshkimi shndrodhet në hir. Vendi i dënimit të Izraelit ku engjëlli deshi të dënoi popullin dhe Zoti e ndali, që pikërisht vendi që Zoti zgjolli për të ndërtuar tempullin. Por vania e Zotit duket qartësisht aty ku askush nuk mund ta mendojë. Librat historik të Biblës nuk janë një kujtim i thjesht i ngjarjeve të së kaluarës, që tashmë është mbyllur, por një kujtesë e tanishme, vetdija e gjallë e një populli që synon ta kryejë misionin e vet në historinë e zhvillimit të njerëzimit. Libri i parë i kronikave fillon me breznit prej Adamit e deri te Izraeli, por gjithashtu edhe në beslidhjen e re në Ungjillin e Markut jepet gjenealogjia e Jezusit. Pra, është populli i Izraelit ai që është zgjedhur nga Zoti për të realizuar premtimet e tij për shpëtuar njerëzimin. Në librin e parë të kronikave, kur jepen breznit, autori tregon se prej Adamit nuk rrjedh vetëm populli i zgjedhur, por edhe popujt të tjerë. Pra, mund themi se Zoti vepron brezni pas breznie, duke mos harruar asnjë. Çdo brez ka vend në planin e shpëtimit. Prandaj, mund të themi që edhe Jezusi nuk ka ardhur vetëm për një popull, por për të gjithë njerëzimin. Gjithashtu mund të ndalemi ta shohim pak në planin personal këtë pjesë të librit të parë të kronikave. Secili ka një përjardhje, secili ka gjenealogjinë e tij, dhe sikurse Zoti nuk harroi asnjë brez në beslidhjen e vjetër, edhe sot ai njeh secilin prej nesh. Asnjëri nuk është rastësi në planin e tij. Asnjë jetë nuk është e pavlerë në sytë e Zotit. Në vazhdim tregohet mbretëria e Davidit. Davidi u zgjoll nga Zoti që të jetë mbreti i Izraelit. Pra, dëshiroi Zoti që ai të ishte mbreti i Izraelit, dhe kjo jo prej forcës së tij. Davidi vepronte sipas dëshirës së Zotit. Ai kërkonte miratimin dhe përkrahjen e Zotit për të gjitha lufturat. Fuqia e Davidit sa vinte e rritej, dhe Zoti ishte me të. Në paralelizëm me figurën e Davidit, në beslidhjen e re kemi Jezusin. Ati e dërgoi në botë birin e vet Jezusin. Ndryshe nga Davidi, Jezusi nuk fitoi me shpatë, por me kryq. Davidi bashkoi të 12 fiset e Izraelit, ndërsa Jezusi bashkon të gjithë popujt në kishën e tij, duke na bërë bij të Atit. Të gjithë ne mund të jemi Davidi, të gjithë kemi sfidat tona, të gjithë duhet të bëjmë zgjedhje, të marrim vendime. Sikurse Davidi edhe ne duhet të flasim me Zotin për të kuptuar si duhet të veprojmë. Nëpërmjet lutjes, pjesëmarrjes në meshën shenjte, nëpërmjet sakramenteve, ne arrim që të kuptojmë më mirë çfarë Zoti kërkon nga ne, cili është plani i tij për jetën tonë. Secili prej nesh është i thirrur të ketë një zemër të hapur ndaj planit të Zotit. Mbreti David ishte mbreti për ulur ndaj Zotit të tij. Prandaj dhe dëshironte të ndërtonte tempullin e Zotit. Zoti premtoi se do të ishte ai i cili do t'i ndërtonte shtëpinë Davidit dhe do ta përkrahte edhe në vazhdim. Në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 2, rreshti 19, thuhet: Jezusi ju përgjigj judenjve: Rënojeni këtë tempull e unë do ta rindërtoj për 3 ditë. Ai e kishte fjalën për veten e tij, vdekjen në kryq dhe ngjalljen e tij të tretën ditë. Pra vetë Jezusi është tempulli i vërtet,
i cili na bëri edhe ne tempull të Zotit, banesë e tij. Pasi mori premtimin nga Zoti, Davidi shkoi dhe u lut. Ai ul në praninë e Zotit dhe tha: "Po kush jam unë, o Zot hyj, e ç'vlerë ka shtëpia ime që më prure deri këtu?" Pra, Davidi nuk mburret e nuk krenohet. Ai është mirënjohës ndaj Zotit dhe e di mirë që çdo gjë është dhuratë, gjithashtu edhe suksesi i tij. Prandaj, Davidi nuk i merr si merit personale arritjet e tij. Edhe ne duhet të veprojmë si Davidi, edhe ne duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit për dhuratat që na ka bërë. Duhet të jemi falënderues për dhuratën më të madhe që na ka bërë Zoti, që është jeta. Duhet të jemi falënderues për familjen, miqt, për sukseset tona, të cilat nuk do të ishin të tilla nëse Zoti nuk do të na përkrahte. Pas shumë sukseseve, shohim Davidin që tundohet. Satani u ngrit kundër Izraelit dhe e nxiti Davidin ta numërojë Izraelin. Në vetvete, numërimi i popullit nuk është diçka që mund të shihet si mëkat, por duhet të ndalemi të kuptojmë çfarë do thotë kjo në kohën e Davidit. Me anë të numërimit, Davidi fillon të largohet nga Zoti dhe mbështetet te forca e ushtrisë së tij. Joabi përpiqet ta bëjë të arsyetoj e të ndaloj, por përsëri Davidi bie në tundimin e krenarisë. Pak më parë, paralelizuam Jezusin me Davidin, por Jezusi është pa mëkate. Jezusi nuk bie prej tundimeve që i bëhen në shkëtir. Jezusi na mëson se duhet t'i themi jo mëkatit. Çdo njeri tundohet në forma të ndryshme. Këtë na mëson Davidi dhe Jezusi. Davidi ishte një person mirënjohës e falënderues ndaj Zotit, por përsëri Satani e tundoi. Jezusi është Zoti i bërë njeri dhe përsëri Satani e tundon. Pra, askush nuk ishte i paprekshëm nga tundimi, sa do të mirë të jemi. Duhet të kuptojmë se mëkati fillon në momentin që e pranojmë tundimin dhe bijem prej e tij. Jezusi na mëson që duhet t'i themi jo në çdo situatë. Kjo realizohet vetëm duke pasur besim tek Zoti dhe duke u lutur që të na ndihmojë të mos bijem prej e tundimit. Davidi mëkatoi, por më pas u pendua dhe kërkoi falje. Ai ndërtoi altarin për t'i ofruar flijime Zotit. Flijimet e mbretit David ishin të përkohshme. Por ne, është Jezusi që e ngjipërsosur i flijimit. Në kremtimin e çdo meshe të shenjtë, është Jezusi ai që flejohet në altar për mëkatet tona. Të gjithë ne jemi të ftuar të pendohemi si Davidi dhe të kërkojmë falje. Nëpërmjet sakramentit të rrëfimit, Zoti na i fal mëkatet tona dhe nëpërmjet sakramentit të kungimit, ushqejmë shpirtin ton që të qëndrojmë të fortë ndaj tundimit. Pra, në librin e parë të Kronikave, nga kapitulli 1 deri në kapitullin 21, kemi parë se Zoti ka vepruar dhe vepron në çdo brezni. Zoti është i pranishëm në jetën e secilit prej nesh dhe secili prej nesh është i dashur prej tij. Ai zgjedh, udhëheq, korrigjon, fal dhe mbetet gjithmonë besnik ndaj premtimeve të tija. Jeta e Davidit na mëson se duhet të jemi të afërt me Zotin dhe të ecim sipas planit të Zotit. Gjithashtu, sado të afërt të jemi me Zotin, do të kemi momente besimi, suksesi, por edhe tundimi e mëkati, të shoqëruara edhe nga pendimi. Dhe mbi të gjitha qëndron besnikëria e Zotit. Zoti nuk e braktis asnjëherë njeriun, por qëndron me të në të gjitha momentet. Gjithashtu kuptojmë që të gjitha premtimet e bëra popullit të Izraelit përmbushen në Jezusin, birin e Atit. Jezusi është biri i Davidit, mbreti i përjetshëm, tempulli i ri dhe shëlbuesi ynë. Prandaj edhe ne jemi të ftuar të ecim pas tij, duke e kërkuar vullnetin e hyjit në çdo zgjedhje.
duke falenderuar për çdo dhuratë dhe duke u kthyer tek Ai sa herë që bie. Le ta lejojmë fjalën e Zotit të bëhet dritë për jetën tonë të përditshme, që çdo ditë të jetojmë me besim, shpresë dhe dashuri në ndjekje të Krishtit. Në takimin e ardhshëm vazhdojmë të lexojmë pjesë për librit të parë të Kronikave prej kapitujve 22 deri në 29. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Për sot Zoti ju bekoftë të gjithëve. Zoti ju bekoftë gjithmonë.